qa po bën? Po ti qa po bën ti? Po... Pass auf, dass die Pizza nicht kaputt machst. Da muss absolut kein Loch mit Kacke. Junge! Çfarë super dielli, frym pak erë, po rëndësi ka që kemi një super diell tani, edhe kemi dalë pak me fëmijët këtu jashtë, se duhet shijuar ky dielli. Unë i thash që morëm vitaminën D, edhe ja japim të treve. Kajt nuk e dim nëse ka apo jo mungesë, po me siguri dhe Kalvin, se dhe Kalvin nuk është se del shumë jashtë, sidomos këto kohë që ka qenë kështu shira, s'ka pas as diell njërë. Nëse edhe nga një pikë, mora një që e blem vetë në farmaci, se sipas pediatrëve atje, nëse ne kishim të zbuluar vetë, duhet ta paguanin vetë. Më thonë nuk ishte problemi fare pagesës, se 9 euro bënte ai, po që për ato ishte okay, mund ta merrnin. Tjetër muhabet ky. Gjithsesi, siç u thash, dolëm të shijojmë pak të diellin. Unë bëra pak fare stërvitje tek shtëpia, po mbaj këtë kështu se shoh fare nga sy pastaj si kapele. Ka bukur. Kom shenjë tanë që kanë çuar këto vezët. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë, po e mbaj këtu sipër se kam solin të krau. Ne kemi ardhur nga Brisi, besoj kuptohet. Kemi ardhur spontan, kështu do ikim, hajde do të takoheshim, plani ishte për tek fut. Jam në një. Edhe si përfundim erdhëm te Brisi, nuk e di se si përfunduam këtu, po plan kishim tjetër gjë, por nejse erdhëm. Nuk mora unë as gjatë rrugës as këtu sepse aq kohë kemi. Do të shpërtozoj në maksimum. Bëje te kanalit të. Me kurriz. Hajde! Gëzuar! Ka bën një tjetër. Kur vjen nga Shqipëria, keni baklava, na vjen kriz, Cili? Nuk keni baklava. Keni baklava të kaj? Do pak buk me djath? Ka buk me djath në betos dhe buk me djath normal. Mund të japim sot buk, ose dëshiron. Ka buk me baklava? Buk. Dhe në një pozicion. Strategjik. Kulës duket. Tu ka, qa Zine s'ka me këtu? pamje nga. Qa kishte bërë Brisi gjithë këto snack, se kishim një plan tjetër, po nuk e bëva dhe planin. Edhe qa budalli që sola unë të bang. S'ka që. Avant fast in heute. Tani erdhëm në shtëpinë, kemi në ca në fakt, sepse erdhëm ne, unë u futa tek grupi punës që kishim mbledhje, pastaj hëngrëm pi me fëmijët, edhe tani po luajmë, po shijoj këtë super motin që është, nuk e di domethënë ky dielli na ka kënaq shpirtin, edhe po marrim vitaminë të kështu falas. Edhe ja tani më vjen për të shtirë. Faleminderit, se di që më keni përshëndet. Miki! Hajde këtu, mami, bravo, mori vetëm topin. Po ta bëj. Kështu ne u kënaqëm shumë fare tek Brisi. 200 orë më vonë. Edhe po e theja që kaluam shumë mirë, u kënaqëm shumë. Kishim plan fakt të shkonim tek ai po i vogël ai Ferdinandi që shkon Brisi shpesh, po nuk shkuam, nuk e di, s'kisha dëshirë fare, si televizja me fëmijët kështu qarkulloja, ishin mira ditë e Brisi, dolën te kopshti i Brisit. Mami, jo aty. Kjo shtëpia drurit, një insekt. Edhe kështu, por që u kënaqëm, ai sa qëndruam gati 2 orë, më duket, po mojmë gjatë si 2 minuta ato, edhe unë nuk e kam fare qef këtë presionin e kohës që kemi, po çfarë bëjmë ndonjëherë, ishte i vin punë dhe prandaj nuk rinin dot më gjatë. Por që u kënaqëm shumë, mezi po presim të takohemi përsëri, se ne kemi hapur 10 milion tema dhe si kemi mbyllur asnjë nga ato. Kështu u kënaqëm pafund tek Brisi. Brisi na kishte bërë sa gjëra të mira atje.
Edhe tani po kalojmë këtë pasditën. Ivi është i dyti, kështu që unë jam vetëm, do t'i laj, do t'i shplaj etj dhe do t'i çoj në gjumë pastaj. Edhe unë vetë do qetësohem pak se këto ditë kanë qenë pak të lodhshme dhe unë s'kam qenë dhe aq mirë, t'jem realiste, kam qenë si e lodhur, si me rraje të çrregullta të zemrës, ndoshta nga i gjithë ky stres, një gjithë kjo lodhja. Ku vajti Miki? Miki? Oh, okay. Se kemi dhe shkalla ndaj poshtë dhe kamera. Dhe kështu që do përpiqem pak që të qetësohem këto ditë se kam qenë shumë e lodhur dhe nga shkolla dhe nga detyrat dhe nga të gjitha puna etj. Ja? Ndesh pari mja ditë për një tjetër në nuk ka përfundu, ka bo fëmijë bashkë. Përshëndetje nga kjo pjesë e videos, ku do t'ju tregoj diçka shumë të bukur që unë me zor kam pritur që ta marr në fakt. Siç e keni parë, unë po stërvitem nga shtëpia, edhe po stërvitem me Amin, edhe e dini, besoj e keni marrë vesh tani, u kam treguar se u bën muaj. Nuk kam qenë shumë me rregullt, mos e gënjej kot dhe me këto pushimet e Shqipërisë. Nuk kam ngrënë budalliqe hiç fare, por që s'jam stërvitur, se normalisht nuk kisha kohë. Edhe motra në fakt stërvitet me Amin, por asaj jo nuk bëri stërvitje kur isha unë se nuk bëhet pra. Nëse, se s'doja të doja këto, unë doja që t'regoja diçka që kam marrë për stërvitjen. Edhe, në fakt është një pistë vrapi që do ta nxjerr tani. Flexi Spot. Dini që unë nga Flexi Spot kam shumë produkte. Kam divanin, tavolinën, kam pasur dhe karige. Do marrë dhe tani më vonë një tavolinë për Calvin për të studiuar, sepse është dhe imja, po ato e përdor unë gjatë kohës dhe dua të ketë një praktike në dhomën e vet, që të mos vi fare tek dhoma ime punës ose zyra ime, le ta quajmë kështu. Tani do hapim këtë bashkë, këtë pistën e vrapit, që është shumë e bukur dhe shumë praktike, madje kjo është ideuar ekstra për njerëzit që punojnë për shembull me kompjuter tek ajo tavolina që kam treguar unë nga Flexi Spot, edhe bën këtu ecje, por që pa humbur shumë kohë, hap, edhe do t'ja tregoj si funksionon dhe sa e bukur që është. Edhe tani mirë do ishte që vrapin unë ta bëja në gjithë të super natyrë që kam, t'jemi realist. Tani le t'jemi realist. Mirë është që ta bëj në natyrë ku kam mirë se vrapi në natyrë, por nuk kemi kohë, që kemi kohë të hambuk, edhe kështu që ta bëjmë në shtëpi këtë. Duke parë Fermën, duke parë Big Brotherin, këto budalliqe të tilla, do bëj vrap, do bëj kalori, kështu që është super fare. Po hap. Ta hapim këtë pa erëzuar. Hajde, hapja. Unë do të kisha bërë nga poshtë, por nejse. Kemi këtu pultin që ta komandojmë, prizën. Normalisht manuali përdorimit. Lexova manualin e përdorimit, edhe më tepër këto rregullat se si duhet përdor, edhe mbi sigurinë, domethënë këshilla për mbi sigurinë, se normalisht nuk kam tërmend të bie të thyej qafën. Unë kam zgjedhur këtë ngjyrën e bardhë. Mund të zgjidhni edhe ngjyra të tjera, unë zgjodha këtë bardhën, nuk e di. Më pëlqeu më tepër kjo. Pjesën këtu është ekrani që ju tregon se shpejtësinë, kalorinë, distancën dhe kohën. Me thënë, po heqim këtë kështu, që ta shihni se si funksionon. Ta provoj edhe unë, sa se kam provuar. Kjo ishte për këto ansoret që ti kalibroje si që thoshte ajo, po që është okej kjo pjesë. Okej, tani le ta fusim në prizë. Të mos lodheni normalisht për të transportuar kjo karrota. Si që shihni këtu karrota, jo nuk e shihni ndoshta, po e largoj dhe pak më shumë. Karrota. Edhe tërheq kështu dhe vendos pozicionin ku do ti. Si që thash, jo në tapet, sepse nuk duhet në tapet se mund të shkaktoj zjarr. Mund, edhe s'mund, po që ta dini. Tani po e tregon kjo që unë ndez. Të drejtën as unë vetë nuk kam provuar ndonjëherë pistë vrapi. Edhe se thash deri tani kam bërë vrapin kështu në natyrë. Por që, po, e provova pak tani ishte interesante, më duket ditë pak çuditshëm, por gjithsesi le të fillojmë. Thoshte që është mirë të përdoret me atlete, mos e përdorni pa atlete. Jo, është mirë të përdoret me atlete, po unë edhe stërvitjen e bëj pa atlete, edhe kam shumë bezdi. Unë jam tip që dua thjesht të brethës bathur në shtëpi kryesisht, po dhe me çorapi im okej, por që me atlete kam vdekje dhe stërvitjen nëse keni vënë re bëj gjithmonë ose zbathur ose me çorape. Nice. Një peshë të caktuar që mban deri në 120 kg. 3, 2, 1, fillon. Do filloj dhe unë të mësojmë që ta bëj kështu. Tani po e rris pak shpejtësinë.
Tani është me 2 km, si bje, 2 km për orë. Po e rrisë dhe pak. Kjo është shumë e shpejt. Tani është 3, tani është 6. Është shpejt. Si që të regova më herët, me këtë pultin mund të komandoni, është shumë e thjesht, e vendosni ju shpejtësinë sa të doni dhe në momenti që jeni aty sipër e ndaloni, normalisht mos prisni asnjëherë pa ndaluar, por që është shumë praktike. Dhe që thatë ju, kemi kaluar, këtu janë pak ditë më vonë, por kemi marrë dhe një tjetër, kemi marrë një për Ivin edhe një për mua, që të kemi se cili të vetën. Këtu janë dhe gjërat e tjera të kësaj tjetrës, do të hapet dhe këtë t'ja tregoj, por normalisht punojnë të dyja njësoj. Kjo duket më e bukur në fakt, sa e bukur duket kjo Zeza më pëlqen. Zeza, pas ka dhe këto çorapet. Unë këto do përdor se unë kam 5 ditë të eci me kështu atlete, besoj se i vi atletët. Nëse të shohim, është gjë janë shumë të mira, ose unë kam në fakt si këto, mund të shoh ose të përdor ato të mijat si këto. Tani, doja t'ju tregoj edhe këtë se si u tregova herën e parë këtë të përdoret këtu, domethënë hedh këtu brenda te kjo, ja heq këtë gjën këtu që ka, heq këtë kapakun këtu që është mbrojtës që të mos rrjedh dhe pastaj hedh këtu brenda, domethënë në komplet të gjithë këtë, edhe komplet të gjitha anën tjetër. Nuk është vetëm ta përdorni të gjithë për një herësh, kjo mban domethënë deri në 600 orë ecje. Kështu që nuk ka nevojë, mund të hidhi dhe vetëm gjysmën, besoj mjafton. Nga të dyja anët, kështu ja kam këtë dhe Zeza, normalisht e Zeza është më e bukur mendoj unë se e bardha. Dhe në fakt, kjo Zeza kushton më pak se e bardha, çuditërisht, po nejse, kishte edhe çorapet ekstra. Provova dhe live me ju, si që provoj të çdo gjë tjetër dhe ja u tregoj me detaj. Pista e vrapit kishte realisht një cilësi shumë të mirë, si çdo gjë tjetër, si çdo produkt tjetër që ka FlexiSpot, unë jam fanse e FlexiSpot. Gjithsesi, nëse kam kod për këtë ulje, nuk e besoj, për gjithsesi nëse kam, do t'ja u vendos diku këtu, edhe uroj që t'ju ketë pëlqyer ju, mua më pëlqeu shumë, unë tani do iki të bëj vrap, sot nuk kam bërë stërvitje ekstra që të bëj vrap, se jam dhe lodhur, të jemi realist tani, të bëj dhe stërvitje dhe vrap, është too much për mua, por unë bëra tani gati 3 minuta dhe me 3 minuta po më dalin djersët, kështu që imagjino nëse bëj tamam. Nuk e di sa kalori do humbas sot me vrapin që do bëj, por gjithsesi më falenderoj për vëmendjen që i keni kushtuar kësaj pjese që ju tregova produktin nga FlexiSpot ose këtë pjesën e vrapit nga FlexiSpot. Unë ju lë në vazhdim të vlogut. Mirëmëngjes dhe mirë. Kemi dalë ne thjesht me një mangësi të grupit, unë ikë dhe 2 fëmijët, se Kalvin e kemi në shkollë, edhe nuk kemi ndonjë plan konkret për jetën, thjesht kemi ardhur këtu te Griza Park, edhe do vërdallisemi pak. Në fakt nuk kisha ja 5 milion punë për të bërë në shtëpi, po hajde mo, dali pak se edhe aty ngelëm brenda, shoqëri që kishim babin pushim sot. Edhe bëjmë një gjë interesante. Nuk e bëra vetë sera dhe si opsion. Zemër, të bën t'i zemër. Iko Octavia të luaj dhe Miki që thashtë Octavia, hajde këtu, me një zë të hollë të vogël. Shkronte të mëja se mora unë një bëj floku, ma zjo dhe Ivi bëj në floku, që do mbaj përgjësi, se më ka gjetur një qyrë tjetër, por ajo që po bënte Ivi është po printonte, si themi ne i themi lante foto, po printonte disa foto të bukura të tona, më thashtë që ishte duke bërë, që ne po printonte foto tona, të tregoj pastaj që kemi bërë kur ishim në Vlorë kësaj radhe, vetëm ne të dy. Kemi ardhë këtu të kopshty. Jake, jo, mësë hap jaken. Edhe kemi ardhë. E po jemi.
autobus. Jemi ullur këtu te kopshti ynë jashtë, sepse ishte kohë shumë e bukur. Ja, Miki. Edhe po ham ndonjë KFC, se morëm nga KFC-t. Kot për fëmijët me qenë se marim KFC. Edhe po helmohemi. Po helmo. Edhe është shumë, shumë anti bukur, po knaqemi këtu me diell. O, Miki, au, sa më shpove. Aua, ri mami. Pastaj do marrim kalvin, nuk është se kemi ndonjë plan konkret për sot, nuk kam shumë punë për të bërë. Si gjithmonë, jo në një herë. Zbirt. Shihni sa bukur qielli. Kemi mizek mënjë. Mizek. Qëra se mizek Kristi bajt. Kam mbjell disa patate atje, të shohim nëse do të bëhen apo jo. Shpresat i kam marrë, shpresat e patatet, se asnjë perim tjetër nuk më bëhet. Erdha tani tek tualeti që të lyej flokët, se shihni se si më bërë këto, se unë kam shumë thinja, nuk duket, por unë kam shumë thinja. Besoj është e gjitha gjenetike, sepse mbaj mend dhe mami tim duket 38 vjeç, i kam filluar. Unë jam ende e re, 31, por gjithsesi, gjyshi im është thinjur shumë i ri. Edhe mendoj se është gjenetike, qa të bëj, nuk i fshehim dot, duket që jemi njerëz që mendojmë shumë. Gjithsesi tani do të lyej flokët, nuk mora shampo kolorin që marr gjithmonë, sepse nuk ishte, vajte tek DM-ja, për herë të parë në fakt shkova për bler boj tek DM-ja, se kaluam Rosman, thash, ai po futemi një herë, po e dija që nuk e kishte, se zakonisht e kam gjetë vetëm në Rosman. Kështu që shkova mora një tjetër, ngjyrën e zgjodhi Ivi, Ivi tha që unë zgjodha një më të errët, ti mori një më të hapur, po gjithsesi, unë mora atë më të hapur se atë tjetër më duk cili lam më shumë. Por do marrim një ngjyrë tjetër, se të zezën e kemi në dorë, nëse s'del kjo mirë, kemi atë, plus thash po vi ndonjë ndryshim të vogël. Kam marrë dhe estetisten time ndihmë se këtu, edhe të filloj nga punë. Vendosa këtë të Ivit që e përdor kur rruhet, ose kur i presu në njerë flokët që i pret në shkive të shkon të berberi, dhe e hodha atë ngjyrën, të më thënë kremoze, te kjo përbërja këtu që ishte vetë. Është shumë i thjesht kjo mënyra se si përgatitet. Në përgjithësi çdo bojë kështu është fakt, por kjo është bojë në shampo kolor, siç jam mësuar gjithmonë me atë shkumën. Të shohim se si do dali, uroj që të ke marrë mjaftueshëm dhe nuk kam marrë më pak se ç'duhet, se zakonisht kështu mua më duhen gjithmonë 2. Por, okay, provoj një herë. Tani do ta aplikoj këtu këtë. Do ta tund pak, do t'i bëj të dyja dhe do të lyej flokun. Nuk do të ndjek ndonjë praktik wow, do lyej vetëm fundet, pastaj rrënjën. Se rënja merr direkt, fundet marrin pak më vonë, edhe do pres 30 minuta dhe kaq. Ka 2 mënyra kjo, po unë do bëj atë klasike që bëj zakonisht. Okej, duket sikur s'kam shumë, me thënë drejtën, s'kam boje tamam, jo duket, po s'kam. Të shohim që dhe qullosim. Au, pidesa se mbrave më. Nuk kam boje tamam, po hajde. Do shoh çfarë do nxjerrim në pa. Uroj të mos më lyet vetëm fytyra, por do lyet vllokët. Shpresoj. Wow, sa bukur. Grupi erdhi nga parku. Ndërkohë unë bëra dush, edhe tani mund ta shihni se si ka dalë ngjyra, nuk e di dallohet aty apo jo, se kam edhe këto syzet, por që mori një trajtësisht, me thënë të drejtën, nuk është se e prisja, por që duket shumë bukur, shumë bukur. Ja sa të bjerë pak diellit e koka ime nëse bie, edhe t'ja u tregoj më fikse si duket, ja tani këtu për shembull. Kështu, taka shumë. Këtë bukur. Wow. Të lumë të jetën. Aksion! Jetzt. Salvatore. Niki duke varrosur Chelsea-n e makinës. Ishte vllai Luizës? Apo Larës? Lara, u sa bukur që luajte futboll ti.
O Quqi! Quqi! Ljube sajti. Si e bën? Šauke mi. Šaukali makine. Te kisha vërtet zot. Filmo! Nuk ka vërtet, në shtëpi. Lutem mos e bëni. Fëmija i dytë që s'ka frikë nga asnjë lloj gjëje dhe eksploron. Yp! Live. Shiko. Sa tërbuar është. Kalbi më tregon të mua e çfarë që ky pylli këtu është i rrezikshëm sepse ka vdek një burr, ku diun se çfarë i kanë thënë ata shokët, dhe po thoshte ju mos e bëni. Më tha më vjen një video që ta tregoj njerëzve që mos e bëni, mos shkoni andej. Okej. Dhe babi. Kjo është pamje para e shtëpisë son. I vi ka dalë me shapka se ka hyrë thojnë. Luan me gur. I vi ka dalë me shapka se shpërë thëja se ka hyrë thojnë mish edhe dohet t'i marri këmba ajer. Edhe po ka luajt futboll me shapka, po me shapka. Po sot është një ditë shumë e bukur dhe ne po kënaqemi me këtë mini ekskursionin ton. Dolëm te parku, tani nga parku po ikim, janë disa kuaj këtu afër, do shkojmë t'i shohim se fëmijët më ngeli fiksim që nuk shkuam atë ditë dietër brisi, domethënë të shihnim Ferdinandin, do shohim të Ferdinandin tot ose do të gjendë emër tjetër kali. Edhe bishaka. Edhe kështu. Po shumë bukur, dhe si më duket sa herë që dalim këtej më kujtohet kur isha e vogël që luaja vetë në fshat tek gjyshja. Edhe shumë bukur. O jeta ime, bën do shtupi se o bën gjithë rër, gjithë dhe ande. Mi ishte jam për flokë. O mi kusi, dhe ui. Dëshëria ime. Dëshëria ime. Si jam për flokë nga tharsja. Natën e mirë, Miki. Natën e mirë. Të fikësh dritën? Fike dritën dashuri. Bëllë derën, bravo. Të rajë gjumë. Bravo. Mirë mëngjes. Nga një tjetër ditë e nesër mja, do me thënë. Unë jam duke shkuar në punë tani. Edhe sot është një mot i lezetshëm, se normalisht çdo mëngjes do japim motin një herë. Po fryn erë, e vetme është që gjë që mua më krijon bezdi në këtë zonë këtu është që fryn shumë erë, shumë erë. Do thënë mund të jetë diell super dhe fryn erë, dhe po nuk është ajo balanca mes të ngrohtit dhe erës, po është era shumë e bezdisur. Nejse. Unë po iki në punë tani, këtu kam një kafe që ma bleu Ivi te atje ku mori disa gjëra të lezetshme kështu për të ngrënë tani në mëngjes. Edhe ja këtu dallohet një burr i mirë dhe i përkushtuar, se vajti më bleu mua kafe se dinte që nuk isha në shtëpi, edhe unë nuk si mi inviton mua. O po më tha për nxjerr kartonat, unë harrova, ja, zhiça gruaja ja. Edhe i po i nxjerr vet. Më tha mua për nxjerr kartonat dhe po i nxjerr vet. Edhe kështu, edhe erdi më bleu mua kafen, edhe sa më bën ai mendimi, se e di që unë atë kafen të puna nuk është se e kam edhe shumë qejf. Edhe për këtë arsye ma mori mua kafen që në mëngjes, edhe ma solli, tani po nxjerr kartonat jashtë. Po më vjen për qeshë se më tha ma do t'i nxjerrësh pak, po i tha shumë, po unë harroj. Me thonë unë harroj. Tamam harroj, nuk është se nuk e bëj, nuk duhet ta bëj, po thjesht harroj. Gjithsesi, po iki në punë tani, sot kam punë edhe shkollë, nesër kam vetëm punë. Jam e lodhur, jam shumë e lodhur, po që të bëjmë, vazhdon jeta, edhe pak kemi shkollën, nuk është se kemi dhe shumë për të bërë, edhe janë 3 muaj shkollë pastaj mbaroj, kështu që po, ikim tani. Shihni çfarë ka unë këtu. Kur erdha nga puna e gjeta këtu në shtëpi këtë
Këtë ma ka nisur një vajzë, ka një faqe që ka emrin Lip Hes, do t'ja vendos këtu, edhe ju vajzët e Gjermanisë mund të bëni porosi aty për njerëzit tuaj të dashur. Unë këtë në fakt e kisha bërë për Ivin, por që fatkeqësisht e hapi Ivi derën kur erdhi kjo, edhe e kishte parë, sepse Ivi ka ditëlindje tani, ja, këtu është edhe logo. Ivi ka ditëlindje, kështu që mendova se një nga dhuratat do të ishte kjo, sepse Ivi është një fans i ëmbëlsirave, kryesisht i çokoladave. Shihni sa detaj i bukur këtu me fluturën gold. Por që nëse dëshironi të tilla dhurata, jo vetëm ky model, shumë modele të tjera, shkoni tek vajza, ajo është shqiptare dhe ja u bën këto gjëra të bukura për njerëzit tuaj të dashur. Është realisht një ide fantastike. Ndërkohë, unë kisha mësim online, si u thash ju, bëra mësimin online, edhe sot u mbyll pak si vonë, sepse po na fliste për provimin përfundimtar, që na i kishin ndryshuar metodën që të na bënin provim. Na thanë që do të na japin teza atje në atë moment, sepse paraprakisht supozohet që do bënim një detyrë, do na jepnin ata temën dhe ne do ta përgatisnim detyrën, do ta prezantonim etj, por që na i ndryshuan në moment të fundit, duke shmangur kështu çdo lloj mundësie që ne për shembull ku diun të përdornim ose KI kështu gjërash, kështu që na i hoqën atë mundësi që ishte pak më e thjeshtë, do të thoja unë, dhe na i vendosën këtë që do të shkojmë në një dhomë që do ndahemi dhe do të jemi me personat e tjerë që do të na përshkojnë, do marrim një temë caktuar dhe pastaj do të dalim ne aty para dhe do të flasim për atë, cilat ligje zbatohen në atë rast, cili ligje mbështet etj. Dhe kështu, do jetë pakës më e vështirë nga si çfarë e kishin menduar më parë. Normalisht kjo është niveli shkalla e vështirësisë më lartë, por që është e pranueshme. Është e pranueshme dhe është e kuptueshme. Sepse si ka ardhur tani mundësia shumë e thjeshtë që të kopjosh ose të marrësh ndihmë nga ndihmës të tjerë, në këtë rast ChatGPT. Okej, kaq kisha për t'ju thënë. Ne do shihemi nesër, unë nesër kam punë siç ju thash, dhe tani thjesht do rrit të relaksohem, të qetësoj trurin diplomat dhe të vogël, që është super i ngarkuar. Mirë mëngjes! Sa kisha po ju folur kështu duke ikë në punë në këmbë, do më thëmë po shkoj në këmbë deri te treni, se lash makinën sot të Tiven, duke qenë se e Ivit kishte një problem me xhamin që duhet ta ndronte, kështu që e ka ende atje për të rregulluar në servis, ndërsa unë të Timen duhet ta lian në shtëpi sepse është orari që marrin fëmijët, edhe ja, siç e dëgjuat besoj ujin, besoj se më dëgjuat mua, dëgjuat vetëm ujin. Tu ka rënë shi dhe është tendenca prapë që të bjerë shi, kështu që i duhet Ivit me vë tjetër makina, sepse unë këtu e kam 1 minutë trenin, plus më kishte marrë malli kështu se shkoja me tren. Edhe, po, si që kam sot si për gjumë, edhe kjo koha si për gjumë, mua, kaloj makina, kjo koha, më kujton gjithmonë Gjermanin, e di duket si pa kuptim kur e them kështu. Kaloj me bicikletë, ka thënë vetë, ka i nga mendorja shkreta. Duket si sheshaki kur e them kështu kujton Gjermanin, sikur se jam Gjermani, po kjo më kujton që jam në Gjermani dhe kjo koha është tipike e Gjermanisë, edhe për mua është, do të thënë, është shumë e veta. Do të thënë, kjo është koha e Gjermanisë, moti i Gjermanisë që e karakterizon Gjermaninë. Kështu që tani nuk më bën më as përshtypje as më mërzit. Për kundërzi më pëlqen një herë ky shiu kështu, dhe kjo dita pasi ka rënë shi. Nice. Po iki në punën tani. Edhe pastaj sot kemi ca gjëra të rëndësishme për të bërë te puna, se duke qenë që ju kam thënë që është ndruar si për Marsi, duhet të ndrojmë edhe ne shumë gjëra. Kështu që çdo ditë kemi ndonjë budallik të ri, futon sistem, regjistroj emailin, futet e grupi, firmos ndryshime, rregullime, budalliqe, kështu që nejse, e keni parasysh. Por që në tërësi është e gjë okej. Nëse ka një njeri që ja ka nxjerr lekët këtyre sambave, ai jam unë. Nuk e di sa i kam veshur këto pa fund, dhe asnjë gjë nuk i ka gjetë me thënë drejtën.
janë të preferuarat e mia. Unë nuk jam njeri që blej shumë, do me thënë gjëra, ku di unë veshje, 17 palë këpuc, 500 palë këpuc, unë marrë 2-3, edhe atë vesh ato 2-3. Kështu që me këto unë jam kënaqur. Tani besoj ka ik koha sambave, po nëse keni dëshirë për samba dhe keni menduar t'i blej mos i blej, blini. Në fillim nuk e di pse të vrasin, 2 ditë e para, po pastaj janë super okay. Mirë mua, gjithë ja, është kolla e mamit e Iku në punë tani se ishte turni i natës, edhe unë jam vetëm këtu me një, me fëmijët sipër, po me një shtëpi që është kaos, që është t'i hedhësh bombën e t'ikush me vrap. Mami im kur ishim të vegjël na thoshte gjithmonë, o Zot, që keni bërë këtë dhomën, t'i hedhësh bombën edhe t'ikush me vrap, domethënë aq rrëmuj, por po, kështu është bërë dhe shtëpia ime, normalisht 2 ditë në punë, çfarë mund të presësh? Kam këtu këtë certifikatën që ka marrë Kalvin, sepse bën një kështu sfidë tek shkolla për të lexuar, edhe normalisht mësuesja e kishte zgjedhur, duke qenë se ai lexon shumë mirë edhe shumë shpejt. Gjithsesi, është shumë bukur kur merr kështu certifikatash e tjera. Më tha sot sapo erdha, mami mora orkunde tha për atë librin. Ne ishim çfarë nëse ju e vut re te ju që jetoni në Bremen, te Barcelona, edhe ulëm fakt atje sepse Ivi kishte pak punë diku afër, edhe unë ula me fëmijët. Unë fillim ula vetëm, qetësova pak, një 30 minuta kam qëndruar vetëm. Pastaj erdhi grupi, kishim porositur edhe për grupin ndonjë gjë, hëngrën dhe ata, pinë edhe ata ndonjë gjë, pastaj erdhi Ivi dhe ikëm të gjithë, erdhëm domethënë këtu në shtëpi. Nëse unë tani çfarë do bëj, do çoj fermën në YouTube, se nuk do e shoh këtu në televizor se kam punë për të pastruar kuzhinën domethënë. Do e vendos aty dhe do të shoh fermën. Se çfarë do bëj unë tani? Nuk shtyhet kështu vetëm, nuk flas dot me njerëz se është ora 10 e mbrëmjes. Dhe do të shoh ferma VIP, se duken interesant, ta m'pëlqejnë. Edhe të shty pak të kohën. Pastaj nëse nuk më tërheq ferma, do çoj ndonjë vlog të gocave, edhe ta shoh se edhe këtë e bëj zakonisht. Edhe kështu, pastaj do mundohem të fles sot paktën nga ora 11, jo më vonë, sepse jam lodhur shumë këtë ditë. Hape ok, bravo. Va, sa të bukura. Pikturat e të shtunës së Okit. Ne dolëm unë dhe Oki. Që ishte kjo? Gjethe. Do ikim te EDK të bëjmë disa blerje për ditën e vazhdim. Në fakt, kishim vendosur që herën tjetër të shkojmë te EDK, do pinim edhe kafe atje, se kur dolëm nga aty është gjithmonë një furrë buke. Edhe tha Oki që do ulemi këtu herë tjetër të pimë ne të dy, dhe kishim lënë që do pija cappuccino dhe Oki bebicino. Lidhu pak mami. Edhe kështu që por sot nuk kemi shumë kohë. Nuk kemi shumë kohë edhe nuk mund të zgjatemi shumë. Kështu që thjesht do bëjmë pazarin e javës ose 3 ditë. Do shoh si do bëj, domethënë tu pa tu bë. Për kokëshinar zarfa tu tek posta ti hap, se unë jam shumë kurioze për zarfat që vijnë. Edhe pse shumica janë për mua, janë gjithmonë për Ivin ose pagesa budalliqe mujore kështu. Qa janë radio më the thash, këto janë kredi koti që më thonë mua për të marrë jami zemra nuk duan, harroj. Kështu. Nëse i ka të marrë ato dhe të zjarë të regoj pastaj qa të blej një pazar të vogël
Këto ishin të gjitha gjërat që mora. Ky është një nga ky shpajz kvark që e përdor kur bëj patate kështu në furr, parmigiano siç e shihni, pastaj djath që luajm si për bukën, nga këto tomatet e vogla, kastraveca. Mora më pas këtë për të bërë në air fryer. Bëvën në air fryer nuk është se dolën kush e di se sa wow, por që e provova një herë qumësh, limona bio, spinaq bio, nga ky vogli moll, këto janë preferuarat e mia te Etika dhe u super sugjeroj, kanë një shije super. Pastaj këto krakerse që marr për veten time. Domethënë që luaj bukën, mora këto tomatet për t'i mbjell karrota nga këto biot, që janë shumë të shijshme këto. Pastaj speca me gjizë, luleth shtrydhe, siç e shihni kunguj, pastaj këto janë ky është rushi that, një sheg që e mora për veten time se kam shumë qejf. Pastaj mora kivi siç e shihni, kocka me mish, vezë, këtë tomaten, salcën e tomates, pastaj këtë sallatën që ju e dini që unë e mbush kështu si wraps edhe edhe pastaj perime si shihni speca, qep të njom, ky qumësh bio, këto e marr për fëmijët se është shumë i mirë dhe ka ndyr këto frutat e thata që i marrim tepër për t'i bërë akullore. Këtu brenda pastaj ka mish, mish të grirë, mish pule, domethënë mish të ndryshme. Këto janë shumë të mira, mund t'i përdorni edhe për akullore dhe kam dëgjuar që kanë më shumë vlera kështu. Unë bëra drekën edhe po qa këto perimet në zgarë. Do me thonë këto janë thjesht, mora perimet, i hodha i marinova, do me thonë thjesht me pak zvaj ulliri, krip, rigon, edhe kështu gjërash që doni ju erëzë, do me thonë. Këtu kam bërë oriz basmati, edhe pastaj bëra këtë qoftet e shtëpis me 300 gram mish të grirë, edhe i hodha pak cukini, do me thënë pak kungull, qep, që ja griva në rende këto të dyja, hazamër. Pak erza qofter, si ato që mora të turku që ishin super. Qa është shpirtim? Portokalle? A gisht, ja, ta heq mami. Edhe krip edhe kështu dhe ato krakersat ja shtypa kështu, ato që kam blerë unë që bleva dje me integrale. Edhe u bën super. Dhe një kokër vezë dhe kaq. U bën shumë mira, nuk di çfarë t'ju them. Këto këtu i kam pjekur në air fryer, prandaj janë kështu si të thata, ndërsa këto këtu janë skuqur dhe vendos gjithmonë këto që të thith vaj, por që janë shumë të mira, nuk e keni iden pa hap këtu ta shihni sa të mira që janë bërë. Mirë, mora pak me pastrime këtu tek kjo doma ime punës. E sistemova, e rregullova, pastrova çdo plur të mundshëm. Tani do merrem me dhomën time. Unë të dua shumë. Ti je jetë. Ti je shpirt. Ti je dritë. Ti je më i miri. Ti je dashuri. Të dua. Dritë syri. Bot. Jetë. Angel. Michelangelo Bota. Mirë mëngjes. Sot po çojmë Oki në kopë. Sot po thoja që çojmë Zënjushën pas 4 apo 5 muaj pauzë që ka bërë, sepse siç ju pata thënë ka qenë periudhë që ne kemi qenë o i vjen në shtëpi se kështu punojmë, kur është Ivi amund për shkak të mikit se s'donim ta çonim në çerdhe. Dhe për këtë arsye kemi mbajtur dhe Okin në shtëpi, se tek grupi i Okit gjithmonë ose personel mangët, domethënë nuk kishin personel, ose lidhur pak mamushi, ose ishte ndonjë smur, në një lloj sëmundje caktuar, nuk e di infektive kështu gjërash, edhe ne kemi dashur ta ruajmë sa më shumë të jetë mundur, se nuk është se ka qenë shumë i rëndësishëm kita në këtë periudhë për Okin, edhe kështu tani do e rikthejmë. Ka ikë me shumë dëshirë, ka bërë gati atë brodozen, ujin, rrobat edhe të gjitha. Edhe qëndroj atje me thënë drejtën me pak në fillim donte vetë të shkonte, të jem realiste, pastaj filloi sapo shkoj atje pa i doli direkt ajo edukatorja që nuk e ka dhe shumë qejf, sepse e di që nuk e ka shumë qejf. Asun se kam shumë qejf atë në fakt se ajo shumë e çuditshme është nga këta gjermanët e çuditshëm, do të thonë s'dua ta them në këtë formë të shëmtuar, po është
shumë e çuditshme. Dhe normalisht ajo e kupton, unë nuk flas pothuajse kurrë kështu nuk flas kurrë në sy të fëmijëve për edukatorët ose kështu, por që e ndjej që ajo nuk e pëlqen sepse ajo thotë që nuk dua të rri me atë. Plus ishte edhe një vajzë e vogël që sa erdhi Oki, direkt ajo filloi ta prekte dhe Oki nuk ka qef që ajo ta preki sepse ajo është fëmijë që do të afrohet shumë, do të ngjitet shumë, prek çdo gjë. Edhe Ogi e mbante mend që para 4-5 muajsh, edhe tha jo, nuk dua, sa jo më bestis më merr gjërat. Edhe u mundova që ti qetësoja pak shumë bashk, ti afroja pak bashk. Edhe e lash, thjesht iku me edukatore se po i thoshte, po unë ku e kam furçën e dhëmbëve, atë gotën që laj dhëmbët, po gëzonte për atë dhe iku pas atyre. Do ta lënja 2 orë meqense u bë shumë kohë pa shkuar, edhe pse Oki rritet më gjatë, po nuk dua ta lë edhe më gjatë. Do të thënë këto ditë do ta lë nga 2 orë, pak nga pak sa të mësohet, se pak a shumë është si përshtatje, le të themi, jo gant, jo e gjitha, por ka nevojë dhe ajo pak për konis. Mikin tani dhe do marrim Octavian. Po flisna me motrën telefone dhe thoshte deki të marri Okin. Këto Bravo. Që mirë. Zupa. Luam të Albi se i kisha premtuar Oki që do t'i merrja diçka, kështu është kjo punë win-win, çfarë të bëjmë? Po përfitova mora dhe janë të gjëra për vete. Kishte shumë ulje në fakt, sidomos veshje kështu gjërash, po nuk mora se s'kisha mundësi që të merrja tani dhe kohë, domethënë. Mora këtë, e mora për të futur këto në fakt xhupat e vjetër që kemi, jo të vjetër, po të trash që kemi që nuk vishen më tani. Këtë ja mora kelbuqi ti me që ai është i fiksuar tani me futbollin, edhe kishte ca gjëra interesante këtu. Të shtyp pas dite ndonjëherë kur nuk ka çfarë bën. Mora edhe një kohë makarona nga këto që janë me bizele. Ti bëjt ani në dreks, do bëjt disa kështu, do bëjmë mish edhe thash po bëjt dhe këto. Edhe si gjithmonë këto letrat, pecetat kështu mikrofiber që thithin. Qa mori Miki, do na i tregosh Miki? Ja, Miki mori topa, 3 topa. Oki mori, qa more ti Oki, do na i tregosh? Një kushe tia? Kushe tje, po kë kushe është bluji është kjo apo babi? Jo, bingo. Bingo. Të një shtu gebi, të shtu... 3 topa. Bo. 3 topa dhe Gebin. Gebi është libër me mikrofon, nuk e di, jam shumë e sigurt. Po nejse, Gebi kushtoi çik Gebi, një 8 euro po një, po hajt mo. E meritoj goca sot. Njëherë. Unë isha në kita. Po ti ishe te kita. U knaqe ti te kita? Ua, sa të bukura Miki, do lozim të shtëpia me këto në dashuri. Beti mod on, për gjithmonë. Do bëj tani këto që janë të marinuara, janë në mish pule, domethënë. Ti fus në air fryer, nuk e di pse unë deri më sot nuk e kam përdorur air fryerin, po kam bërë shumë gabim. Nuk e kam përdorur më parë këtë air fryer, se ky mua më ka shkurtuar shumë punë. Sidomos ky nga Kosori është super goca, super. Ka 100 procese këtu, ka grill, ka bake, ka edhe për gjëra që i sillni të ftohta, domethënë të ngrira. Hamam. I vendosa këtu thjesht fare. Dolëm përsëri nga shtëpia. Tani kemi dalë për ta çuar Okin tek një tip palestre këtu që bëhen aktivitete të ndryshme, sepse në fakt jemi në pritje të një vendi për balet. Kemi bërë atje kërkesën tek ajo, ende s'na kanë kthyer përgjigje se ka shumë pak këtu. Një këtu te ky vendi ku jetojmë ne, sepse ne shkonim në Bremen, tani nuk duam të shkojmë në Bremen, e kemi regjistruar Okin. Sepse na binte shumë larg, ndonjëherë kishte rast na shkonte edhe 40 minuta rruga prej trafikut. Pastaj edhe në kthim një 30 minuta, jo po do rrinte gati 1 orë atje, kështu që na iknin shumë orë rrugëve dhe nuk ja vlente, kështu që po shohim të gjejmë një vend këtu ku jetojmë dhe për sa të hapet ai vendi kemi gjetur një kështu ku të bëj aktivitete Oki, të hidhet të kërcej, të luajnë, të bëjnë matje zgjatje litare etj. Të shtëpia vet? Ja. Lash Okin tani të shtëpia edhe erdha pak këtu te Rosman.
të marrë kështu Pelena për mikin. E di çfarë më ndodhi tani, atje kaluam shumë mirë, vetëm në fund fare Oktive filloi të qante, sepse donte të vinte Leila, thonë po i thoya që Leila nuk do vi, zoti i madh, nuk shkon asnjë vend nga këto që bëjnë aktivitete pa Leilën, s'është mësuar që i bën me Leilën, e tani është edhe ky proces më vete, filloi vetëm të qante, jo dua Leilën, pa Leilën nuk iki. Ishte një zonjë, ishte shumë e mirë, ishte kështu afrikane, kishte edhe një 2 vajza të vogla, që ishin te grupi, 21 fëmijë ishin total ata. Edhe ajo erdhi tha mamit që po më lëviz dhëmbi. Edhe ajo i tha, po, tha mua, të lutem më shikon pak, po i lëviz dhëmbi, thashun po i lëviz dhëmbi, po hiqja thashun se tani jam bërë me eksperiencë. Edhe i thashun hiqja me farzolet, merr një farzolet edhe hiqja kështu. Tha, tha, e kapi një kështu dhe jo, nuk e bëj tot, tha, të lutem të ta bësh ti, thashun ta bëj unë. Unë e bëj, thash po, i thash asaj vajzës vogël ta bëj unë, edhe tha jo po, thash je sigurt po, tha. Dhe ja vura, domethënë me farzolet normalisht, ja hoqja direkt, ajo s'qau fare sa e mirë. Ndërkohë mua Kalvi më ka bërë drama. Ndër faleminderit sa e mirë. Dhe unë ndjeva shumë mirë, po ajo i kishte gati, i kishte direkt, domethënë ju shkul direkt, se dhe unë e kam kështu këto. Po normalisht kur nuk është tek fëmiu yt, le të themi është më e thjeshtë se kur Mirëmëngjes, nga një ditë që sa po çova fëmijën në shkollë dhe kopësht. Gjup, tuta shtëpi dhe atlete. Outfit of the day. Në fakt kjo është më shumë kur i çoj fëmijët, se kur i marr pastaj fëmijët aty jemi më bukur se ka kaluar dreka. Tani jam ndryshe, siç që tregova videon shpar. Siç isha kombinim. Tani ne erdhëm te Veza Park kot, se nuk kishim ndonjë qëllim për jetën. Sot i thash i vit do ham ndonjë për inerci. Do ham ndonjë kështu brunch. Hajde tha Ivi. Edhe erdhëm, po nuk e di çfarë do bëj fare sa uri nuk pas kam unë. Kuigu i vetëmi fëmiu ynë, okin e kemi te kita, okin mësua që kishte, po gjithsesi dhe më pak du ta lëmë sot, kështu. Si duhet ishim të mosh. Si duhet ishim të mosh, vazhdon Ivi. Ivi me qëra fjalla. Smoothie. Po, e smoothie, kërë smoothie. E zaft? E smoothie, Morëm kështu nga një smoothie dhe nga një nga to wrap me... Në të kopshti ynë, kemi mbjell patate dhe domate. Patate në fakt u bë kohë që kemi mbjell, po nuk do t'i shohim tani. Kemi mbjell edhe domate. Të shohim se të na tani domatet par dje i kemi mbjell. Kështu që nuk kemi shumë kohë që kemi mbjell, do presim pak, por që patatet besoj janë në rrugën e duhur. Kjo është gjethe. Gjethe. Kurse kjo është lule. Lule. Kjo është bari. Kjo është bari. Gjemre mamit. Po tjetër, kjo është dhe. Le. Nuk i thot dhe le. Kjo është makina. Këtu është syri? Kur syri? Po, syri të lumt. Kurse këtu është veshi. Kjo është floku. Shloko. Kjo është syri, këtu është goja. Po rrota, kush rrota? Logëra.